Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ja ku jemi sërish në emisionin ton Bullet Point, në studion më të re të televizionit Skan, me mua Fatos Shoqolin. Duam të flasim për 5 temat kryesore ekonomike të javës. Jemi në shoqërinë e profesor doktor Adrian Civici, rektor Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë. Profesor Civici, mirëmbrëma, mirë se ardhët. Mirëmbrëma, kënaqësi. Së bashku me profesor Civicin kemi përzgjedhur këto 5 tema, miratohet ligji për Bankën e Zhvillimit, çfarë sjell kjo strukturë e re për ekonominë tonë, premtimet zgjedhore për rritjen e pagave, sa të realizueshme, të mundshme janë. Guvernatori Seiko, 78% e qytetarëve me llogari pagese, SEPA dhe Open Banking, 2 zhvillime shumë të rëndësishme dhe premtuese për sistemin ton financiar, edhe pika e 4, punësimi dhe papunësia sot tek ne, dhe e 5 për jo e fundit për nga rëndësia, lufta tregtare SBA, Bashkimi Evropian, a do të përshkallëzohet? Po filloj me temën e parë. Profesor, është miratuar një ligj i ri të hënën të kësaj jave, në datën 17 mars, ligji për Bankën e Zhvillimit. Ajo po themelohet me një kapital fillimisht tërësisht shtetëror, 10 miliard lekë apo 100 milion euro. Ju duket i mjaftueshëm si kapital? Përvoja dhe praktikat e bankave të zhvillimit nuk janë as të reja dhe as lokale. Është një lloj banke që është aplikuar si sistem në shumë vende të botës, edhe në vende shumë zhvilluara, edhe në vende të zhvillim, përfshirë këtu sidomos Amerikën Latine, Afrikën edhe Azinë Juglindore. Ka dhe banka zhvillimi që janë ndërkontinentale ose ndërkontinentale, pra që janë më ndërkombëtare, ndërsa në rajon përvoja e parë ka qenë në Serbi, por që falimentoi mas disa vitesh aktiviteti, aktualisht është në Maqedoninë e Veriut, në Maltëzi edhe në Shqipëri. Natyrisht thelbi i bankave të zhvillimit, ndryshe nga bankat klasike që ne kemi, ka të bëjë me faktin që janë instrumente në pronësi shtetërore, të menaxhuara dhe drejtuara nga qeveritë përkatëse për të financuar disa prioritete strategjike, disa sektor të rëndësishëm të ekonomisë, ose në raste të veçanta, siç ishte rasti i pandemisë COVID-19 ose raste të tjera, për të financuar biznese apo familje në vështirësi që kalojnë këto periudha të vështira. Kështu që mendoj që për ne është një përvojë e re, në fakt e re për faktin që u miratua tani, po është një diskutim një pritshmëri ka qenë gjatë. Një paktën 20 vjeçar që është folur, ndoshta përvoja e keqen në një farë mënyre me Bankën Agrare në periudhën 1992-2000. Me ka hequr entuziazmin për pakën për një periudhë. Një farë stepje. Ajo që është e veçantë në këtë rast, që është një bankë, po themi shtetërore, qeveritare në 100%, e fundit që ka qenë Shqipëri, bankë shtetërore, ka qenë banka e kursimive që u privatizua në vitin 2004, dhe tani një situash 21 vite më vonë, rikthehemi dhe njerë në një sistem bankar që u zgaboj 11 banka private që janë aktualisht në Shqipëri, rikthehemi dhe njerë me një bankë shtetërore, që do jetë në formën e një shoqërie aksionere. Për momentin është vetëm shuma që ju e përmendet, rreth 100 milion euro që është vënë në dispozicion si financim shtetëror, por në fakt në ligj shkruhet dhe diskutohet që do ketë dhe aksionerë të tjerë, që mund të jenë organizata, mund të jenë individ, mund të jenë për banka zhvillimi ndërkombëtare, banka zhvillimi tjera, ose qeveria mund të kalojë më vonë një pjesë të ndihmave, donacioneve, fondeve të ndryshme në këtë bankë, duke ta pasur instrumentin e saj më të rëndësishëm për të investuar. Fakti është përcaktuar dhe në ligj, do ketë prioritet biznesin e vogël dhe të mesëm, bujqësinë, startupet, edhe nxitjen e eksporteve. Natyrisht kjo nuk përjashton pastaj dhe drejtime tjera të rëndësishme për dhënien e kredisë, dhe ajo që është më specifike do jetë në bashkëpunim me një fond veçantë dhe një program veçantë të Bankës Shqipërisë për një linjë kreditimi, e cila do vihet në bashkëpunim dhe çerek miliardi euro, 250 milion euro për t'u bashkëngjitur këtij projekti. Pra, parë në tërësi është një projekt i ri që po miratohet. Natyrisht ka dhe diskutime dhe debate veta për disa arsye. Së pari
përveç eksperiencave të mira, ka dhe eksperienca negative. Po, e përmendet atë të Serbi. Jo vetëm Serbisë, po edhe banka të tjera në Francë, apo në Itali, apo në Hollandë, që janë dhe vende të zhvilluara, vazhdimisht mos flasim pastaj për bankat kësaj natyre ose të ngjashme në Afrikë apo në Amerikën Latine, po gjithsesi përveç anëve pozitive ose arsyeve pozitive pse ngrihen, kanë pasur dhe shumë probleme që duhen menaxhuar me kujdes, sepse gjithsesi në botën financiare dhe bankare rregullat janë shumë strikte dhe sidomos voluntarizmi dhe përdorimi këtyre lloj bankave, nganjëherë edhe në funksion të interesave politike, elektorale ose klienteliste, mund të uli margin, mund edhe të çojnë shumë probleme. Insolvim. Ndërkohë, si e gjykoni mbështetjen teknike që ofron Banka Shtetërore Italiane Cassa Depositi e Prestiti? Është një bankë themeluar përpara se Italia të bëjë republikë. Është themeluar 1850, po, në kohën e Savojës, e mbretërisë së Savojës, dhe ka një kapital 285 miliard euro. Kjo bankë ju përmendet që është pjesë ose akoma nuk është e qartë në çfarë lloj partneriteti do jetë me bankën e zhvillimit, nëse do jetë partneritet dhe me kapital financiar, apo do jetë partneritet më tepër për të sjellë eksperiencën dhe për ta orientuar sidomos në këto hapat e para të vështira, por gjithsesi është një partneritet i mirë për dy arsye të veçanta. E para është nga bankat më të vjetra të kohëve moderne, po themi në Itali, 1850-ën. I bëjmë vetë llogarit 175 vite më përpara. Italia, në 175 vite nuk ka pasur asnjëherë një problem të natyrës që të vinte ndryshim. Kjo është e rëndësishme shumë. Nuk ka patur dallë në kuptimin që të së treti ka një eksperiencë shumë të madhe për sa i përket gjithë ristrukturimit dhe zhvillimit të Italisë jugut dhe një pjesë përveç ishullit Sardenjas edhe një pjesë të Italisë qendrore dhe veriore. Pra, ka një eksperiencë të akumuluar për sa i përket aktiviteteve të këtyre lloj bankave. Kështu që besoj që këto kompetenca ose know-how që ajo zotron, nganjëherë mund vlejnë edhe më shumë se sa thjesht vetëm një pjesëmarrje me kapital në bankën tonë të zhvillimit. Kështu që mendoj që është një partneritet pozitiv, ashtu siç mund të ishte partneritet edhe me një ose dy banka franceze të kësaj natyre, banka holandeze që Rabobank nuk kujtohet. Rabobanku vite përpara ka dashur të vijë në Shqipëri të bëhet pjesë e një banke zhvillimi, shumë e drejtë. Bile dhe të investojnë në mënyrë masive, sidomos në bujqësi, edhe në nxitjen e eksporteve që sot përbëjnë objektivin edhe të bankës zhvillimit. Drejt, në atë kohë ishte banka më e madhe në Europë. Atëre, në gjykimin tuaj, kjo bankë zhvillimi, profesor, do t'i bëj tërheqës aksioner të ndryshëm, po mendojmë për përfaqësuesit e diasporës, është folur shumë për kursimet e tyre në nivele shumë të larta, ndërkohë kemi zgjedhjet ku rreth 250.000 prej tyre janë të regjistruar si zgjedhës, apo nuk ka shumë qasje si thua që të mund të përfshihen edhe kursimet e emigrantëve. Këto lloj bankash e pranojnë dhe të aksionariatin më popullor, si thuash, të kontribuesve apo depozituesve të vegjël. Ka një mundësi. Përveç atyre të mëdha. Problemi është që me ligjin e deritanishëm ka disa probleme që duhen sqaruar një çik më qartë. Së pari, në strukturën që ka banka ka një asamble të përgjithshme që është planifikuar, ka një këshill mbikëqyrës, ka një këshill, po themi, menaxhues, ka dhe një strukturë tjetër për auditin dhe për kontrollin dhe transparencën. Kjo është banka qendrore. Por jo, nuk është banka qendrore dhe problemi është që eksperienca e disa vendeve tjera është që këto lloj bankash, si thosh, majën e kontrollit edhe menaxhimit e kanë nëpër parlamentet përkatëse. Por t'i dhënë një dimension më të madh pavarësisht nga grupimet e ndryshme politike apo nga lufta politike. Aty është vendimarrja maksimale. Në Shqipëri, me sa kuptohet nga ligji, vendimarrja maksimale është qeveria, Këshilli i Ministrave, që e ka në administrim, dhe nuk është shumë e qartë se cili është roli i Bankës së Shqipërisë për sa i përket mbikëqyrjes, sepse si çdo bankë tjetër, gjithë sistemi bankar në Shqipëri mbikëqyret nga
me standardet kryesore nga Banka Qendrore. Drejtësh, qeveria e sistemit bankar. Nëse do dalin më vonë akte të tjera në ligjore, po deri tani nuk në atë që është miratuar nuk ka një evidentim të qartë nëse Banka e Shqipërisë do luajë rolin e mbikëqyrësit si për gjithë bankat e tjera. Për sa i përket fondeve që ju pyesni, natyrisht për momentin ajo që si thosh lejohet ose është rruga ku mund shkohet në kapitalin e kësaj banke, është fondi nga Posta e Shqipërisë, pra ata individ që duan të drejt. Duhet të depozitojnë në Postën e Shqipërisë dhe pastaj t'i kalojnë në këtë bankë. Akoma nuk dihet si mund të jetë depozitimi direkt dhe në çfarë kanalesh mund të depozitohet direkt në këtë bankë. Aq më tepër që ngelet për të parë, duke qenë një bankë shtetërore, edhe politikat e përqindjeve të interesit për depozitat, edhe përqindjet e interesit për kredit, do jenë më të komanduara dhe më të rregulluara në funksion të objektivave specifik që ka kjo bankë, jo thjesht sipas interesave të tregut që mund të jenë. Pra, mendoj që akoma jemi në një fazë që disa gjëra duhet të konsolidohen, por pyetja ju është shumë e drejtë sepse kjo mund të jetë dhe një mënyrë, një lloj, si thuash, sporteli ose çante që mund të mbushet nga depozita të ndryshme ose nga dërgesa të ndryshme të emigracionit shqiptar. Është një shans. Natyrisht kundrejt rregullave transparente dhe edhe të qarta dhe të forta për të eliminuar edhe pastrimin e parave ose transparenca duhet jetë maksimale. Para informale që mund të vinë çështje besimi në Shqipëri. Bankat e institucionet besimi. Këtu po e mbyllim temën e parë, profesor. I lutem regjist temën e dytë, premtimet zgjedhore për rritjen e pagave, është si thua edhe ajo që është diskutuar më shumë edhe gjatë kësaj jave, sa të realizueshme, sa të mundshme janë. Këto ditë edhe pse fushata zgjedhore ende nuk ka filluar në mënyrë zyrtare, partitë, sidomos ato të opozitës, po ofrojnë premtime të rejse për ekonominë tonë, për qytetarin dhe xhepin e tij. Në takimet me emigrantët, për shembull, në Itali, Partia Kryesore Opozitare, Partia Demokratike premtoi që në 3 muajt e parë të qeverisjes do të rriste rrogën mesatare në 1.200 euro në muaj dhe pagën minimale me 25% në 50.000 lekë të reja në muaj. Padyshim që janë angazhime që nëse do të ishte e mundur të realizoheshin do të ishin të mirëprita nga cili do profesor, por në gjykimin tuaj a realizohen dot brenda vetëm 90 ditëve të para kur duken të vështira edhe gjatë një mandati të plot 4 vjeçar? Jo, filloj me diçka që zakonisht kur flitet sidomos për buxhetin e shtetit dhe për mundësitë për ta përdorur në mënyrë sa më sociale dhe sa më të mirë, që është e dëshirueshme për të gjithë, fakt duhet të kemi parasysh 2 elemente. Elementi i parë është këtë thes që quhet buxhet dhe vetë origjina e fjalës buxhet me ata anglishtën e vjetër nga fjala thes lëkure vjen. Çantë lëkure, çantë e madhe lëkure. E para duhet mbushur dhe paralelisht edhe duhet menduar si të zbrazet në mënyrën më eficiente, më sociale dhe më të mirë. Problemi kryesor që ne kemi në rastin e gjithë fushatave elektorale, që kur filluam të sport të ri, se thua është mas 92-shit, është bërë gati kombëtar, gjithë kombëtar. Është bërë që 99% e diskutimeve përqendrohen vetëm si ta shpërndajmë më mirë, si nëpërmjet kësaj shpërndarje të kënaqim të gjithë dhe në të gjithë aspektet. Natyrisht si qëllim dhe si objektiv është absolutisht i dëshirueshëm, i pranueshëm. Problemi është që ekonomia dhe financat kanë disa rregulla strikte që nuk të lënë të kesh shumë voluntarizëm brenda. Drejt, është arti së mundurës. Kështu që çdo herë që ti bën një premtim të tillë që presupozohet, megjithëse jo gjithmonë është i saktë, presupozohet që është nështruar përpara një analize, një instituti brenda partisë, një zyre të madhe që merret me ekonominë ose me këto departamenti si quhet, dhe tani vjen si një propozim i artikuluar si pasojë e një studimi dhe konkluzioni, po themi shkencor dhe të saktë. Analiza të thella që dhe kjo lloj analize kërkon që të shikohen 2 anët e bilancit. Edhe një anë tjetër çfarë grope ti shkakton me këtë gjë, po dhe ana tjetër cilat janë kundra masat që të kesh më shumë të ardhura
që të mund të bësh këtë lloj të mbushësh politike. tesin përpara sa të fillosh ta zbrazësh. Ashtu siç është e dëmshme që të merresh vetëm me atë pjesën, si thosh, ekonomike dhe të eficiencës, që si ta mbush më shumë. Blet sa më shumë të ardhurën në buxhet. Ashtu është dhe pa sakt që ti të merresh vetëm me pjesën si ta shpërndash. Duhet i balancosh më shumë. Në këtë aspekt, natyrisht që ne jemi një vend që edhe në krahasim me fqinjet, po edhe në krahasim me shumë tendenca botërore, jemi vend me paga dhe me pensione të ulta. Kjo është vërtet. Dhe pagat dhe pensionet e ulta natyrisht ndikojnë në mirëqenien, ndikojnë dhe është absolutisht e domosdoshme që objektivi nga më kryesorët të jetë pikërisht objektivi i pagave, objektivi i pensioneve dhe objektivi i një sër shërbimesh që kanë të bëjnë me cilësinë e jetës dhe me mundësinë e konsumit të gjithë qytetarëve, përfshirë këtu edhe funksionimin e bizneseve. Kështu që në këtë aspekti dytë i rëndësishëm është që ne jemi vend që 96% e ekonomisë është ekonomi private. 96%. Edhe në strukturën e punësimit, gati 85-90% e të punësuar janë në sektorin privat. Janë në sektorin privat. Pra, kur ti merr përsipër që do rrisësh pagat, radhë parë duhet të kesh parasysh që bëhet fjalë për sektorin publik në të gjithë gjerësinë e tij, ku pagat i vendos shteti. Dhe shumë mirë që shteti vazhdimisht po rritën dhe duhet të rritën. Ashtu, janë rritur edhe konsiderueshëm këto 2 vjet e fundit. Problemi është çfarë presioni po i bën sektorit privat dhe çfarë mundësish ka sektori privat për të dhënë këto paga, sepse duke përjashtuar ndërhyrjet me natyrë voluntariste ose klienteliste apo elektorale, niveli pagave vjen si pasojë e nivelit të efektivitetit dhe produktivitetit në ekonomi. Pra është lidhje shkak-pasojë. Ka një rregull shkak-pasojë se po të ishte aq kollaj, gjithkush mund të aventurojë edhe të futej edhe të bërë. Bile edhe shpeshherë kur ne diskutonim në raste të tilla që rit që thoshin unë dua të rris pagat, po nuk më lë FMN-ja ose Banka Botërore kishin si justifikim. Në fakt nuk ishte 100% e vërtetë, sepse edhe FMN-ja dhe Banka Botërore ishte dakord duhet të rrisësh rrogat, por rrit rendimentin, ku do t'i gjesh edhe rrit rendimentin, pra fokusohu edhe këtu. Kështu që edhe nga eksperienca e vendeve të zhvilluara në këtë pikë, çdo herë që ka fushat elektorale të kësaj natyre, një grup më i pavarur nga shoqëria civile, nga akademia apo nga vende të tjera, vazhdimisht studiojnë dhe analizojnë efektet dhe mundësitë e propozimeve elektorale të kësaj natyre në mënyrë që të jenë sa më me këmbë në tokë dhe sa më lehtësisht të realizueshme. Kështu që ajo që në Shqipëri është akoma e pasgjitur si duhet, është pikërisht fakti, okej me nevojën që ne duhet i rrisim patjetër pagat dhe pensionet. Dakor, është domosdoshmëri. Është domosdoshmëri. Okej me vënien kësaj si objektiv për programin e ardhshëm 4 vjeçar të qeverisjes, por kujdes është apo s'është e mundshme dhe si. Marrim një rast që është nga më thjesht. Pensionet minimale 200 euro. Po. Minimale ndërkohë minimumit, domethënë minimumi jetik dhe të tjerë. Atëherë, sikur vetëm me pensionet ti bësh një rritje 200 euro. Ti qosh në këtë prag. Ti jetë 200 shtesë, pra minimale dhe mesatare, i bie më 1.4, 1.5 miliard euro në vit. Në vit plus. 4 vjet, sepse do t'i përballosh gjatë gjithë mandatit. 4 vjet atëherë i bie 6 miliard euro vetëm për këtë gjë. Sot ne kemi buxhetin 8.2 miliard euro. Atëherë shumë dakord që kjo duhet të jetë përpjekje për të bërë nga të gjithë, dhe jo vetëm partitë opozitare, po edhe Partia Socialiste në pushtet. Këtë lloj objektivi e ka dhe për 4 vjeçarin tjetër. Çështja është si që të jetë një premtim, që të ketë një bazë për të realizuar, sepse nëse ti studion edhe bazën për të realizuar, aq më e mundshme është që ky premtim të realizohet dhe të vihet në jetë, sepse ka një bazë reale ku mbështetet, ku do bën disa lloj politika të tjera dhe do arrihet në realizimin e kësaj. Kështu që mendoj absolutisht dakord që këto lloj objektivash duhet të jenë ato që ta çojnë ekonominë përpara, që të rrisin mirëqenien. Po të mos ngelen një listë dëshirash, që të realizueshme. Nga listë dëshirash në mundësi realizimi duhet të bëhet shumë dhe për këtë pjesën tjetër,
që të jenë balancuara dhe të argumentuara. Në rast kundër pastaj ngelim ke ato sloganet që kemi 30, 300.000 vende pune, 2 fishim paga. Asnjëherë të realizuara dhe të mbajtura. Asnjëherë të realizuara sepse bëhen thjesht për fushat elektorale për të marrë disa vota. Janë 15 premtime ekonomike të partisë kryesore në opozitë të deklaruara, është karta e konsumatorit, falja e gjobave të energjisë elektrike, çmimet më të ulta për energjinë dhe ujin për disa kategori të popullsisë. Janë sërish, duhet ta theksojmë, të lavdërueshme në përpjekjen për të adresuar problematikët të shoqërisë sonë, edhe ju e thatë, nivelin shumë të ulët që kemi të pensione në tërësi të ardhurave që marrim si shoqëri, por që u mungon një plan konkret veprimi i shtrirë në kohë, ju e thatë, një faturë shumë e përllogaritur fort financiare, me burimet financiare të përcaktuara qartë për t'i realizuar, në gjykimin tuaj. Për te detajeve, në kuptimin do falen këto gjoba, do bëhet kjo, ka dhe një kuptim më të përgjithshëm të disa politikave që duhen ndërmarrë. Për shembull, politikat për uljen e humbjeve në rrjet. Konkretisht, çfarë masa, çfarë investimesh që humbja në rrjet krijon mundësi dhe për të ulur çmimin e energjisë elektrike. Shtimi i prodhimit të energjisë elektrike me burime alternative që mund të kushtojnë dhe më lirë. Energji diellore, futja në përdorim më shumë e gazit apo elementeve të tjera. Pra, në gjithë këtë rast, dakord që ne shikojmë një pjesë që është më e ndjeshme nga ana sociale. Dhe po si do shkosh këtu? Shumë njerëz sapo e dëgjojnë këtë natyrisht që ndjehen mirë sepse ato kanë dhe shqetësimin kryesor. Me këto çmime që janë duke u rritur, kanë nevoja që të bëjnë. Ama se e premtove nuk e zgjidhet. Kur bëhet fjalë për një program qeverisës, ka 25 vjet që vazhdimisht, po themi partnerët tanë kryesor, edhe FMN-ja dhe Banka Botërore dhe Bashkimi Evropian, tani vazhdimisht na insistojnë duhen reforma substanciale strukturore. Ju keni më shumë se 2 dekada dhe është merita juaj. Jeni ndoshta i vetmi që e keni thënë me konsistencë. Kërkojnë një këndvështrim të gjerë politikash dhe masash që mund të realizojnë. Nuk janë konjunkturore, pra sipërfaqësore dhe afat shkurtra, po janë konjunkturore, janë afat mesme, afat gjata dhe ndryshojnë janë aty, nuk shpëton dot prej tyre. Dhe kjo kërkon një vizion shumë më kompleks për mënyrën se si duhet të realizohen. Pra, është shumë e dëshirueshme që në një fushat elektorale, që është dhe rast shumë i mirë që të shpalosen dhe të bëhet ky lloj debati, se në një mandat 4 vjeçar nuk bëhet. Bëhet vetëm një luftë e përditshme midis qeverisë dhe opozitës. Ky ligj më pëlqen, ky s'pëlqen, këtu ke kështu, këtu ashtu që janë pjesë reforma strukturore duhen disa mandate. Keni shumë drejt. Fushat elektorale janë momenti që do diskutohet më me themel programi, më me themel reformat, më me themel objektivat, në mënyrë që ti për ne thuhet paraqitet një program ose një platform që nënkupton çfarë, si dhe me çfarë do bësh këtë transformim rrjedhor që të arrish në këto rezultate që nuk vinë si shkop magjik. Profesor, po e mbyllim këtu këtë pjesë të parë me 2 temat e para, 3 temat e tjera do t'i trajtojmë menjëherë pas pak minutave pushim për mesazhet publicitare.